Po ky libër duhet të shikohet nga shumë aspekte. Qofsh nga aspektet që kanë të bëjnë me urbanistikën, me ashtë zhvillim apo çfarë është, që janë gjëra të debatueshme, por edhe nga pikpamja ligjore, në ç'kuptim? Në kuptimin se e para, si ka dalë në dosjet e Spakut, ka qenë një takim që është bërë në Aruba, po jo vetëm në Aruba, po edhe në Gjermani, edhe Gjet, ku përfaqësues krimit të organizuar në bashkëbisedim edhe me përfaqësues të shtetit, qeverisë shqiptare, kanë biseduar për një proces pastrimit parave të pista në Shqipëri, që lidhet me tokat, tjetërsinë me tokave dhe njëkohësisht edhe me këto projektet kryesisht gradaciela edhe resorte turistike. Nuk është rasti që ky libër paraqet projekte dhe 60 studiove që janë pikërisht studio që merren kryesisht pra me këto gradaciela dhe resorte turistike në gjithë Shqipërinë. Dhe ta do të mendja që do bësh këtë lidhje midis këtij projekti të hartuar pra që thash nga krimi dhe pushtetar si projekt dhe këtyre projekteve arkitektonike, urbanistike. Sepse pyetja kryesore që ngrihet është po mirë më gjithë këto bukurira, po mbi çfarë parash ngrihen këto? Mirë se do bëjnë gjithë këto projekte. Kush i ka paguar këta arkitekt? Me çfarë parash? Pra, ky libër të jep një provë në këtë drejtim, që vërteton pikërisht këtë që thash dhe që duhet merret në hetim. Për pastrim parash pista vetë kryeministri i lidhur me këtë, nëpërmjet këtij projekti dhe edhe ndihmës që ju ka dhënë këtyre investitorëve strategjik, siç i quhen në njërin tjetër. Po ashtu pastaj ka raste të veçanta ku, siç kam parë, siç kam lexuar atje, që duhen hetuar, për shembull, po jap shembullin e atij kopshtit që ka ngritur brenda kryeministrisë. Aty ne nuk e kemi ditur se kush e ka financuar. Kemi menduar që e ka financuar shteti. Duke abuzuar me paranë publike, se tani harxhosh 400 milion për të bërë një kopsht brenda kryeministrisë, ndërkohë që ne s'kemi shkolla, s'kemi ujë, apo jo, kjo është kriminale. Mirë, po tani del që jo, që nga parat shtetit, domthon, po aty thuhet që i është dhënë fushës, kompanisë Fusha, që do të thotë që kompania Fusha i paska dhuruar pushtetit 4 milion. Që do të thotë shkeljet ligjit, sepse këta nuk mund marrin më shumë se $300 dhurata. Si mund bëjë një kompani 4 milion para dhurat, përveç se duke të marrë ty pastaj shumë më tepër nëpërmjet projekteve që ti i jep, tenderave që ti i jep, siç e kemi provuar se Fusha i ka marrë këto. Pra të gjitha këto, ky libër është i pasur me të tilla materiale, ashtu sikurse edhe me atë ju e keni parë që Edi Rama tha nuk ka projekta për Zvërnecin, apo jo? Dhe i tha dhe asaj të CNN-it, i tha fake news, i tha, apo jo? Edhe do të na mush mendin që s'ka projekt. Ky tregon që aty ka projekte, ka master plane, do thuash ti. Ndoshta jo projektet përfundimtare, po master plani është baza, apo jo? Tregon vizionin që ke ti edhe politika që po bën ti, edhe ekonomike. Kështu që është dhe në këtë aspekt një provë. Kështu që unë mendoj që s'është vetëm kjo prova, sepse provat i kemi të gjalla. Nuk është puna vetëm ato që janë në libër të bërë, po shumë nga ato janë bërë dhe siç del ose janë ndaluar të bëhen sepse kanë qenë para krimi. Atëherë si ka mundësi një kryeministër nuk diga se kujt ja jep ato lejet e ndërtimit, ja jep ka krimit organizuar dhe nuk e diga, apo është bashkëpunëtor me ta. Ja ka që se thjesht që